Morën 5 vendet para, një vend dytë edhe një vend të rejtë. Që një vit merë me gara, që një vit që është 3 herë kampion. Ti edhe kem me 2023, jem kampion, në 2024 jem kampion në kategorinë teme dhe në barë kombëtar. Kjo bën veçanë se ishte kupa e shtetit. Kjo garë ka sjellë në podium jo vetëm fizikun, por edhe shpirtin garues të sportistëve kosovar, veçmas të një ekipi që kryesohet nga një trajner gjakovar. Për garë duhet është komplet sistem tjetër. Nuk është vetëm me ndërtu muse, duhet me hollu lëkura, duhet me punu me paraqitjen skenike. Aktiviteti fizik përgjithësi nuk ka që ndryshon vetëm fizikun, ndryshon cilëtetin e jetës në përgjithësi. Kjo gara ishte më vështirë se do isha mu kualifiku për ballkanik. Ka shumë sfida në këtë sport. Është një sport i kushtueshëm, kushton shumë. Sfidat dhe sukseset e bodybuildingut. Na ndiqni këtë të diel në orën 21 në Radio Televizionin e Kosovës, në emisionin sportiv AS.